A mund ta imagjinoni një komb të tërë që rri pezull, duke pritur një firmë? Një ferman që mund të ndalonte zhdukjen e gjuhës, të kulturës, të identitetit. Një nënshkrim të vetëm që do të vendoste fatin e shqiptarëve për shekuj. Në vitin 1887 ai ferman u nënshkrua dhe pas tij fshihej një njeri që pati guxim të binte vetë sultanin e perandorisë osmane. Kush ishte ai njeri? Kush i hapi derën Shqipërisë drejt dritës? Sot do ta zbulojmë. Para se të hymë në këtë histori të madhe, mos harroni të klikoni pëlqimin dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse vetëm kështu vazhdojmë të sjellim histori të thella, të vërteta dhe epike, historitë që nuk ua tregon askush. Në fund të shekullit 19, fijet e identitetit shqiptar ishin aq të brishta sa mund të këputeshin në çdo moment. Pas Kongresit të Berlinit, fuqitë e mëdha vendosën të coptonin trojet tona duke u dhënë fqinjëve. Arbërit, të cilët prej shekujsh jetonin në tokat e tyre, rrezikonin të zhdukeshin nga harta. Por më i keqi ishte terrori kulturor. Në shumë kisha, xhamia, shkolla e institucione të administratës osmane, gjua shqipe ishte ndaluar. Libra shqip të ndaluar, shkrimi shqip i ndaluar, madje edhe emrat shqiptar shpesh nuk pranoheshin në regjistra. Nëse dikush kapte një abetare shqipe, ajo rëmbehej, digjej dhe vetë mësuesi dënohej. Shqipja u kthye në gjuhë që duhej mësuar fshehurazi, në oda, në stane, në dhoma të mbyllura. Një gjuhë që duhej ruajtur si zjarr i shenjtë, sepse rreziku ishte i vërtet. Një komb pa gjuhë është komb pa të ardhme. Në këtë errësirë të thellë lindën njerëzit që do ta ndryshonin lojën. Viti 1878, në Prizren u mblodhen burrat më të mençur e më të vendosur të kohës. Rreth 47 bejler, prijes lokal, intelektual dhe patriot krijuan lidhjen e Prizrenit. Qëllimi i tyre nuk ishte vetëm politik, nuk ishte vetëm të ruanin kufit. Fundi fundit, pushteti ndryshon. Çka mbetet është gjuha, kultura, vetëdia. Pikërisht për këtë, lidhja kishte një strategji të qartë, që shqiptarët të jetonin duhet të flisnin, të lexonin dhe të shkruanin shqip. Dhe aty shfaqet figura e parë kyçe e kësaj historie, Abdyl Frashëri. Një diplomat i jashtëzakonshëm, një politikan që dinte si të lëvizte në rrugicat e errëta të politikës osmane. Një strateg që kuptonte se liria politike nis me lirinë kulturore. Ai kërkoi perandorisë miratimin e një reforme të madhe administrative, më vetësinë e 4 vilajeteve shqiptare nën suazën e perandorisë. Kjo ishte një lloj autonomie kulturore e administrative që do t'u jepte shqiptarëve hapësirë për zhvillimin e arsimit. Dhe Abdyl Frashëri ja doli ta çonte këtë kërkesë deri në oborrin e sultanit. Por ajo ishte vetëm gjysma e betejës, sepse sultani mund të jepte leje për vilajete, por jo për shkolla shqipe. Kjo ishte akoma një vije kuqe, derisa në skenë hyri një njeri që mund të kalonte çdo kufi. Emri i tij i mbush librat e Evropës dhe të Azisë. Gjuha turke e nderon si një nga reformatorët e saj, por në zemër të tij ai ishte gjithmonë shqiptar. Shemseddin Sami Beu, Sami Frashëri. Një gjeni i letërsisë, autori një prej fjalorëve më të rëndësishëm të gjuhës turke, dramaturg, gazetar, filozof, enciklopedist, njeriu që kombin turke ngriti në një epokë të re kulturore.
Prestigji i tij në Stamboll ishte aq i madh sa zyrtarët më të lartë përkulnin kokën kur flisnin me të. I dha atij një fuqi që aq shumë shqiptarëve u mungonte. Fuqia për të hyrë drejt për drejt në zyrën e sultanit. Samiu e shfrytëzoi këtë. Ai përgatiti argumente që sultani nuk mund t'i hidhte poshtë. I foli për rëndësinë e arsimit, i foli për stabilitetin, i foli për nevojën e perandorisë për të arsimuar popujt e saj. Por në zemër të fjalimit të tij ishte një e vërtet e thjesht. Një komb i pa arsimuar është i rrezikshëm. Një komb i arsimuar është i stabilizuar. Sultan Hamidi e dëgjoi, e vlerësoi dhe në fund e firmosi fermanin për hapjen e shkollës së parë në gjuhën shqipe. Ishte një moment historik, një dritë e vogël në fund të një tuneli 500 vjeçar. Por një ferman në letër nuk mjaftonte, duhej dikush që ta kthente në realitet. Tani që leja ishte marrë, duhej vetëm një njeri që të vinte jetën në rrezik. Një njeri që të përballej me administratën, kishën greke, agjentët anti-shqiptar, spionët që ndiqnin çdo lëvizje dhe mbi të gjitha rrezikun e vdekjes. Këtë rol të pamundur e mori Pandeli Sotiri, një burr i heshtur, i vendosur, i palodhur. Ai shkoi në Korçë dhe më 7 mars 1887 hapi dyert e shkollës së parë shqipe. Imagjinojeni atë mëngjes, fëmijë me rroba të thjeshta që nuk kuptonin se po hynin në histori, mësues që rrezikonin jetën për çdo orë mësimi, familje që e dërgonin fëmijën në shkollë me frikë, duke parë her pas here dritaret nëse dikush po i ndiqte. Pandeli Sotiri qëndroi vetëm një vit drejtor sepse presioni dhe kërcënimet u rritën aq shumë sa jeta e tij u vu në rrezik. Por misioni i tij u arrit, shkolla nuk u mbyll më kurrë. Pas Korçës, hapja e shkollave shqipe u kthye në val. Në vitin 1891, motra Qiriazi hapën shkollën e parë shqipe të vajzave. Kjo ishte revolucionare. Në një kohë kur vajza shqiptare mbahej larg shkollës, Qiriazët e hapën derën e arsimit për gjysmën e kombit. Nga ana tjetër, fillimet e abetares së parë ishin vendosur më herët nga Naum Veçil Harxhi, babai i abetarës. Dhe rilindës të tjerë, Azdreni, Çajupi, Vaso Pasha, Naimi, Abdyl Frashëri, e mbajtën gjuhën gjallë me penë, me pushk dhe zemër. Në vitin 1912, kur flamuri shqiptar u ngrit në Vlorë, një gjë ishte e qartë. Shqipëria u bë shtet, sepse u bë më parë shkollë, dhe shkolla u bë sepse dikush bindi sultanin. Pra, kush e bindi vërtet sultanin? Historia e thot qartë, Sami Frashëri. Me autoritetin e tij kulturor e intelektual, me logjikën e tij të hekurt dhe me strategjinë për t'i folur sultanit në gjuhën e interesit të perandorisë, ishte njeriu kyç që mori fermanin e famshëm. Por mos gaboni, pa Abdyl Frashërin nuk do të kishte bazë politike, pa Pandeli Sotirin nuk do të kishte derë që të hapej në Korçë. Në këtë histori nuk ka një hero, por një triumvirat shqiptarësh që i dhan kombit themelet e tij kulturore. Çfarë mendoni ju për këtë ngjarje? A ka figura të tjera të harruara që i detyrohemi për dritën e arsimit? Shkruajeni mendimin tuaj në komente. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.